Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga nervi shiatik, kjo është receta që jep fund këtij problemi në kohë rekord. Nervi shiatik është një sëmundje që prek kryesisht pjesën fundore të shpinës dhe këmbët. Dhimbja shfaqet krejt papritur. Shumica e njerëzve tentojnë vazhdimisht të trajtojnë sëmundjen me medikamente të ndryshme, pavarësisht se efekti i tyre është i përkohshëm. Simptomat më kryesore janë dhimbje therse, e cila fillon në pjesën e poshtme të shpinës ose nga njëra anë e kofshës, duke u shpërndar në pjesë të ndryshme të trupit. Ne këtu do t'ju njohim me këtë recetë natyrale, e cila zhduk për një kohë shumë të shkurtër dhimbjet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 4 thelpi hudhër, 200 ml qumësht dhe mjalt. Përgatitja: këtë përzierje konsumojeni një herë në ditë për 15 ditë rresht dhe shumë shpejt ju do të vëreni lehtësim nga të gjitha dhimbjet. Kjo ndodh pasi hudhra lufton inflamacionin. Ndërkohë, nga ana tjetër, dhimbjet e nervit shiatik mund të ndikojnë në të gjithë trupin ton. Ata të cilët të vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm se si dhimbjet fillojnë edhe të ndalojnë të kryesh edhe aktivitetet më minimale. Por ka një lajm të mirë, i cili është i përfaqësuar nga një ilaç i thjeshtë natyral që mund të ndihmojë që çdo gjë të bëhet edhe më e durueshme, madje edhe për ta zhdukur plotësisht dhimbjen. Vetëm se duhet të ndiqni të gjitha udhëzimet me kujdes për të reduktuar në zero dhimbjen muskulare tipike të inflamacionit të nervit shiatik. Para se ju të shkoni në shtrat, ne ju sugjerojmë që thjesht të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ose në një bazen ku mund të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht, temperatura duhet të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak uthullmolle dhe krip në ujë, fusni këmbët tuaja dhe largoni ato kur uji të ftohet. Pastaj, lajni këmbët tuaja dhe thajni ato me një peshqir dhe shkoni drejtë në shtrat duke u përpjekur për ta mbajtur zonën të ngrohtë. Ditën tjetër vazhdoni të bëni të njëjtën gjë. Menjëherë vendosni çorape ose gjëra të ngjashme dhe mos i mbani këmbët të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përsëritja e kësaj procedure për 6 muaj do të ndihmojë për të luftuar dhimbje të nervit dhe inflamacion të rastit të nervit shiatik. Ju mund të vazhdoni me këtë metodë edhe kur dhimbja bëhet akute. Dimri po ashtu është një nga periudhat kur nervi shiatik do të rikujtohet ju sjellë dhimbje. Kjo do të shkaktojë njëkohësisht acarim nga shtypja e këtij nervi. Zakonisht ndikon vetëm në një pjesë të trupit, por ka tendencën që të jetë një dhimbje vërtet e ashpër. Dhimbja zakonisht shtrihet nga pjesa e poshtme e shpinës në pjesën e pasme të kofshës dhe poshtë përmes këmbës. Mund të shoqërohet njëkohësisht me simptoma si për shembull djegje ose ndjesi shpimi në këmbë, dhimbje e cila shkakton vështirësi në këmbë ose ulje ose edhe mpirje poshtë këmbës së prekur. Edhe pse ka mjaft trajtime farmaceutike për nervin shiatik, ato mund të lehtësojnë përkohësisht dhimbjen. Plus, shumica e injeksioneve steroide mund të shkaktojnë efekte anësore serioze. Ja se si ju të përdorni disa metoda tërësisht natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar këto probleme shëndetësore. Kompresa të nxehta ose të ftohta. Përdorimi i kompresave të nxehta ose të ftohta ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve. Trajtimi i nxehtësisë relakson muskujt e tensionuar të cilët shtypin nervin shiatik dhe njëkohësisht ju duhet që të vendosni një kompres të nxehtë ose të ftohtë në zonën e prekur për 15 deri në 20 minuta.
Bëjeni këtë çdo disa orë derisa ju të keni lehtësim. Mos përdorni fasha të ftohta në qoftë se keni probleme me qarkullimin tuaj të gjakut. Dhe ndërkohë, shafrani indis është një tjetër mjet mjaft efektiv dhe natyror i cili do të ndihmojë për të trajtuar nervin shiatik. Ai përmban një përbërje të quajtur kurkumin që ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të nervit tuaj shiatik dhe të inflamacionit. Shtoni një lugë çaj shafran të indis në një filxhan me qumësht. Ju gjithashtu mund të shtoni një shkop të vogël kanell. Ëmbëlsojeni këtë pije të shëndetshme me mjalt dhe pijeni atë 2 herë në ditë derisa ju të ndjeni lehtësim. Konsultohuni me mjekun tuaj fillimisht. Shafrani indis mund të mos jetë i përshtatshëm për ata të cilët marrin hollues të gjakut ose ilaçe diabetike dhe ata të cilët vuajnë nga gurët e tëmthit duhet me patjetër që ta shmangin atë. Specat djegës. Këta përmbajnë gjithashtu një përbërës aktiv të quajtur kapsaicin që punon si një qetësues natyror i dhimbjeve. Blini në farmaci një krem ose vaj i cili përmban njëkohësisht 0,025% kapsaicin. Fërkojeni me të zonën e prekur deri në 4 herë në ditë, të paktën për një javë. Kremi kapsaicin ose vaj mund të shkaktojë një ndjesi djegjeje fillimisht, mos e aplikoni atë në lëkurë të qarë. Ndërkohë, nga ana tjetër, mund të bëni masazh në zonën e prekur. Terapia e masazhit lehtëson dhimbjet e nervit shiatik dhe gjithashtu ndihmon trupin tuaj që të shërohet vetvetiu. Si fillim, masazhojeni zonën e prekur me lule basani në mënyrë që ajo të lehtësojë muskujt tuaj. Masazhojeni zonën e prekur 2 apo 3 herë në ditë derisa të merrni lehtësimin e nevojshëm. Lule basani ka veti anti-inflamatore dhe njëkohësisht ato lehtësojnë dhimbjet e nervit shiatik. Po ashtu, një tjetër mundësi është që ju të shtoni 3 lugë pluhur arr moskat me një filxhan vaj susami. Vlojeni përzierjen për pak minuta. Lëreni të ftohet dhe me të bëni masazh zonën e prekur derisa të qetësohet. Bëjeni këtë disa herë në ditë për disa javë. Ushtrimet fizike. Aktiviteti fizik është shumë i dobishëm për trajtimin e nervit shiatik dhe gjithashtu një ditë ose 2 pas acarimit të nervit shiatik ju duhet të filloni një program të duhur të stërvitjes për rastin tuaj. Ndërkohë, gjithashtu duhet të dini se për të trajtuar nervin shiatik ju mund të përdorni edhe gjethet e lakrës. Vlerat terapeutike të lakrës janë funksionale dhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendoseni ato në zonën tuaj të dhimbjes. Mbajini për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Ndërkohë, edhe vaji esencial i xhenxhefilit mund të luftojë inflamacionin. Kur aplikohet në lëkurë, ai gjithashtu shkakton një ndjenjë nxehtësie e cila arrin që të mposhtë dhimbjen. Qepa. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj mund të luftojnë dhimbjet e nervit shiatik. Masazhojeni zonën e prekur nga dhimbja me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës, duke formuar kështu lëvizje rrethore për 10 minuta. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.